Sot bashkë me Elenën dhe Artonin, regjia do të konfirmoj me këtë që jemi përpara Elenën. Elena, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Amir. Faleminderit për kohën. Elena si gjithmonë aktive, e zëshme, duke përcjell gjithçka që po ndodh. Elena, një pyetje e parë për të hyrë në debat dhe në diskutim, si po duket kjo para fushata nga ajo që po shohim, po dëgjojmë? Po fushata e lëvizjes, para fushata lëvizjes vetëvendosje o një klishe. Më tash e dim eksakt se çfarë do të thojnë, do të fajsojnë çdo kërin, do ta gjejnë dikush kush është the menace to society, ato e kanë identifikuar sipas lëvizjes vetëvendosje, që Demet Samilu Shtoku, tash në këtë fushat, ndërsa këtu parti tjera kanë filluar me një pozitivitet, për dallim AK-s që mendoj është pak më serioze fushata e Ardian Gjinit, kurse e ke tani LDK-n dhe Vjosa Osmanin që nuk di as çfarë të them për ta, sepse është një farë çdo gjë tek ta unë e përjetoj fallcitet. Ndërsa PSD-ja është duke e bërë një fushat fantastike, shumë bukur, po ja çet defektet këtyres dhe po ja shpërfaq ato rranat kur dalin kontradiktor. Dhe kjo mendoj që duhet ju ofrohet qytetarëve të Kosovës, që le t'i votojnë atë politikan që është original, atë politikan që është diplomat, ai politikan që është i vërtet, jo një politikan që her anej, her knej, nuk dihet, sot thot kështu, pastaj thot ashtu. Këto e bën që përzgjedhja pastaj, sikur po bëhet që gjithmonë që ta njerëz po janë në pushtet dhe po favorizohen, ose hiç pa qenë në pushtet gjithmonë janë në lojë. Jo, këta do të mi diskvalifiku. Politikanin e vërtet duhet ta votosh. Po, Elena, ti e bërë një përmbledhje dhe duat... Okej, e kemi edhe Arton. Arton, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Okej, një koment të parë edhe nga ti, se si po duket në këtë moment kjo, le ta themi, beteja, kushtimisht, edhe lufta për zgjedhjet e 7 qershorit. Në fakt, ajo që unë kam dhënë në fokus është që kjo fushat duket të jetë animike dhe pa entuziazëm, sa i përket të gjitha partive politike, po të mos ishte që kjo gjuhë e krijuar nga partia në pushtet, atë kjo as fushat nuk do të ishte, sepse kjo gjuhat e këtij pushteti po i provokon dhe po i nxit partitë opozitare që të jenë më të gjalla dhe më aktive, se përndryshe nëse kjo është fillimi dhe indicia se si do të jetë fushata, dhe unë mendoj që do ta kemi një fushat pa entuziazëm, pa gjak dhe ta shohim pastaj se si do të rrjedhë në tutje edhe rezultati i 7 qershorit. Por megjithatë janë arsyet, Arton, sepse nëse këto partitë opozitare janë kaq të qeta dhe vetëm gjua dhe veprimet e vetëvendosjes po i aktivizojnë, këto parti në këtë procesin e çështjes së presidentit besoj e kanë pasur parasysh që do të përfundojmë në zgjedhje. Pse pra janë në këtë formë partitë opozitare për ty? Ajo që unë mendoj që partitë opozitare ende nuk janë duke e tabluar si duhet është kush është fajtori që na çojnë zgjedhjet, pra. Qytetarët e Republikës Kosovës ende nuk po dinë se kush na çoi në zgjedhje, dhe ato nuk duhet presin nga binkulti çaj të thotë unë ju çova në zgjedhje, sepse nuk e thotë. Por detyra e partive opozitare është për të treguar këtë gjë. Po, vetëm në këtë moment, Arton, është e parëndësishme kjo. Tashmë jemi në zgjedhje, a? Nuk... Krahas programit, alternativave, takimi qytetar, duhet të vihet në fokus se kush e nxori qytetarin për të tretin herë rradhase pa pikë nevojë për të votuar. Kjo është rëndësishme qytetarit ta kuptojë, sepse ndoshta qytetarët janë ndodhen nuk marrin pjesë në zgjedhje. Parlamentarët sikur nuk do të ketë pjesëmarrje të këndshme në këto zgjedhje, sepse situata në terren kështu po duket, sepse nuk ka interesim qytetarëve për të marrë pjesë. Nuk di se do të jetë 7 qershori, por aktualisht me ato që po shohim në fillim, partitë opozitare duhet të ndezin motorat edhe duhet të punojnë hala më shumë për të mobilizuar situatat e veta që në mënyrë që ta ketë një rezultat më të mirë, sepse partia në pushtet gjithmonë e ka më lehtë për shkak se ka pushtetin. Ajo madje pa kauzë në zgjedhje, sepse kauza e saj është të qenurit në pushtet dhe ka 100.000 mekanizma për ta manevruar edhe fuqinë e tij edhe pushtetin e tij. Ndërsa një situatë të pavarshme janë partitë opozitare, prandaj duhet të një organizim dhe aktivitet
hala më i madh i partive opozitare. Okej. Po vetë, ndoshta do ta shohim, sepse është vetëm fillimi, por megjithatë duhet ditur që është një rregull politik, se partitë politike janë në fushat momentin që kryejnë zgjedhjet dhe nuk janë në fushat vetëm kur shpallet kjo koha e fushatës. Pra, momentin e 7 qershorit, partitë politike kur kryejnë zgjedhjet vetë janë në fushat, duhet punojnë për zgjedhjet as me ku do të jenë ato. Prandaj po duhet të ketë më shumë dinamizëm tek partitë opozitare, të cilën nuk po e vrej as në partia në pushtet dorën, por ata e kanë pushtetin. Po, dua ta pyes Elenën në këtë, që tha, nëse pajtohet apo jo, që realisht po të mos ishte kjo gjuha e vetëvendosjes, partitë opozitare do të ishin krejt të heshtura, Elena. Jo, nuk pajtoj me të, mendoj që parti tjera janë më serioze, sidomos PDK-AK, në se çfarë mendësie dhe vlera, do më thë vlerat e buta, cilat duhet ne të i mbështesim, të i kultivojmë, çfarë shoqërie po duam ne ta ndërtojmë. Fatkeqësisht, nuk funksionon tani kjo për momentin, sepse po të shumë një farë shoqërie paka shumë që neve na interesan se kush e udhëheq shtetin, çfarë kualifikime udhëheqin shtetin, a është elita e intelektit ton, apo i ke se kush del, do më thonë, ai njeri që dan mi siguru votat, ai njeri që dan mu bot deputet, del edhe thot Sami Serbia. Dhe e ketë garantu me ti që je deputet. Dhe kjo duhet të përmbyset kjo tani, kjo mundësi. Do të shkoj ku tash po flasun e partia PDK dhe AK janë të vëdishëm për këtë, tash se si do të ndërtojnë strategjin, unë nuk e di, cila do të jetë e efektshme me pos impact pak më tepër edhe tek votust që të kenë edhe më shumë vota. Nuk e di, por çka e di është që nëse edhe këta qorten njëjtë si lëvizja vetëvendosje, atëherë ne do të përfundojmë një konfront brutal me njëri tjetrin. Sepse Po, desha të pyes Elena dhe desha të marrë një opinion tëndin për atë që nëse pra do të na shoqërojë në fushat kjo që ndodhe herën e fundit. Ky incidenti shumë i përfolur. Cili është qëndrimi jote, Elena, për këtë që ndodhi dhe për atë që mund të ndodhë në base, se natyrisht në shumë analiza është kjo që mund të jetë një shenjë që realisht do të kemi një fushat shumë të egër. Shife, karshi ose në raport me lëvizjen vetëvendosje, ndoshta mund të njëlloj kjo shumë subjektive dhe ndoshta jo edhe profesionale, po karshi lëvizjes vetëvendosje dhe retorikës tyre, politik bërjes tyre, unë gjithmonë jam me Sami Lushtokun e Ramush Haradinaj, pavarësisht se çfarë ndodh. Tani, na të kem qartë sepse është portretizu si kur Zoti Lushtoku... Kur thua pavarësisht çka ndodh, edhe nëse është në pyetje dhuna, ndonë se këtë Sami Lushtoku e ka mohuar, por edhe nëse është dhuna në pyetje je... Shife, këta janë disa njerëz që edhe kur gabojnë i përgjigjen ligjit. Nuk më fshifen, ne po harrojmë që narratiu ko Albin Kurti nuk ju ka përgjigj s'di so. Policiston, prokuroriston, sot nuk i shkon prokuroriston. Dhe kjo dëftërsia, kjo farë moralizimi që njerëzit që kanë luftu për vendin, njerëzit që janë për shtetin ton, edhe atëherë kur gabojnë, edhe atëherë kur ko të bëj pyetje dhuna gjdhuna, këta i përgjegjen shtetit, këta nuk mshefen në për shtëpijat të tjereve, këta nuk i përdorin njerëz të tjerë si mburoj. Çka nuk po e kupton pjesa e madhe dërmuese e lëvizjes vetëvendosje është që Sami Lushtokun e dojnë qytetarët e vet. Sami Lushtoku u zgjell në mënyrë të lirë si kryetar i tyre. Sami Lushtoku asnjëherë nuk i ka ikur ligjit të Kosovës, Republikës së Kosovës. Ligjet të cilat ai ka thyer dhe kur asnjëherë s'u ka përgjigj kanë qenë ligjet e Serbisë. Por ligjet e shtetit e Kosovës është dalë në gjyq, ju ka përgjigj, asnjëherë nuk është ik, edhe atëherë, kur shteti ja ka kërku që s'ka pas asnjë proces gjyqësor, asnjë fakt, ky prap i ka mojt disa vjet burg
pa drejtësisht, pa fakte, derisa u shpallur i pafajshëm, ky ju është përgjegjës. Po, Elena... Më thoni ju mua, cili prej qytyne lëvizjes vetëvendosje që dalin me moralizu i përgjigjet këtë formë shteti drejt. Cili? As një prej tyre, për që atane mu më pengon opozita, Partia Demokratike dhe AK-ja, që nuk e ashpërsojnë gjuhën në qëtë balafaqim, që për qëfar, ku e merë ti këtë e përsi, ku e merë ti këtë drejt. Po mirë, po Elena, a jeti okej, ose cili është qëndrimi jotë, kur dikush thot Albin Serbia, se kjo është narrativa e vetëvendosit që po e përdor në debate, po e dëgjojmë vazhdimisht. Po Rajnë, s'ka thonë ashtu Ramushi. Ramushi ka thënë që se këta Rajnë, këta bojnë spina për publikun, që Ramush Haradinaj ka thënë, janë një mënyrë kronologjike, gjanat që ka ndodhë, gjatë kohës që ka qenë në opozit, pastaj edhe në pushtet. Dhe Ramushi thëtë kjo vetëm Serbisi shërben, se as kuj tjetër. Nuk e ka qujt Albin Serbia, po këta dojnë me bo spina që shdojnë. Oke, dua ta marrë mendimin edhe të Artonit në këtë ngjarje shumë të diskutueshme dhe të bujshme. Mund t'i kemi edhe në ekran gjithë, që të komunikojmë edhe përmes këtu. Arton, cili është qëndrimi jotë për atë që pam ditë më parë, për mënyrën se si rodhen gjërat më pasa, për krajen që qytetarët i dhanë në Skënderaj Lushtakut, dhe atë që realisht mund të presim, paralajmërimin që kjo ngjarje, a është një shaj realisht që na pret një fushat e egër, si që thamë edhe më herët? Jo, në fakt nuk mendoj që do të ketë fushat të egër, do të jetë e nivelit të zgjedhjeve në shkurtit të 28 dhjetorit. Mund të ndodhë që mund të kemi një provokim të lëvizjes vetëvendosje kur ajo do të ketë një tubim të fushatës në Skënderaj, aty besoj që do të tentoj edhe njërë para ditës të zgjedhjeve të provokoj në Skënderaj në format që ajo bi bo mas mire, që në fakt edhe provokimisht edhe gjua ati me hanit dhe provokimisht e tërë... Po, ajo që deklaroj më pas. Po, ajo. Dhe skenari ishte tërë procesi, a ditë që ka ndodhë për faktin që vëmendja fokusu të ngjarja dhe natyrisht varon probleme tjera të ndërë që ndodhen, pastaj varon edhe intervista e zotit Thaçi që e kishte dhënë për një televizion këtu në Kosovë. Pra, ishte një farë shpërqendrimi dhe mendje që skenari përgatitur dhe natyrisht unë pres... Nga kush i përgatitur, Arton? Nga vetëvendosja, natyrisht, pa skenar, pa planet e kemë... Çka përfshin konkretisht ky skenar? Nga ku nis skenari për ty? Nga statusi i provokimit të zotit Mehani, pastaj edhe prezenca ti në një lokal kur nuk rrinë asë njëherë, dhe shkon provokon dhe ullet në rreshtin e para që për t'i provokuar përndrej antarët e PDK-s, realisht ose bashkëpunëtorët e zotit Lushtaku, se zotit Lushtaku nuk ishte ai që ka goditur dhe nuk ishte ai që ka sulmuar, por me gjithatë unë mendoj që kjo ishte vetëm një provokim i një skenari që ka përpidu... Arton dhe Elena, ne e dim që realisht në fushata ka provokime dhe është një pjesë, le ta themi, e rëndësishme, më pas mënyrën se si përgjigjen të tjerët. Po çështja është kjo, pra, nëse ka mund të ketë provokime vazhdimisht, a është dhuna gjithmonë zgjidhje, a duhet të përgjigjet në mënyrën e njëjtë? Kjo është çështja që po diskutohet, se provokime ka qenë dhe mbase mund të ketë edhe tutje. Arton dhe më pas kalit e Elena. Po, Arton, po dëgjoj. Zotin me honën në emision, apo? Urno edhe një herë Elena në falë, së dëgjova. Zotin me honën e ke posur në televizion, apo? Po, ka qenë të pramëtën, po. Po, dhe si ju referon të zotit Lushtaku në emision? A në fakt e tha, Elena, që Sami Serbia nuk ka qenë dedikuar ati si person. Atë që e tha ai, po e tha. Po në fakt, po duket se qytetarët që ja kanë dhënë përgjigjen atij e ka marrë një edukim bukur të mirë se në emision ju referonte zoti Lushtaku. Dhe na këto po e dojnë. Sado që ti don me shpërfaq pa drejtësinë, ato korrupsionin, e tjera, mi u referu një njëri që ka luftu mua të shtet dhe ka rreziku vetveten. Dhe ti mi thon Serbia, ka dole veç pak. Nëse Sami Lushtaku qenë ka përbi, qytetarët janë përbi, se qytetarët ja kanë tregu vendin. Ti përthua që në atë intervist që ishte të pramëtën, zotri Muani ishte më i but karshi Lushtakut, me që ju drejtojnë me zotri Lushtaku? E ka kuptu që nuk i thuhet ma Sami Serbia, e kish marrë një leksion shumë të mirë, Jo, naturisht që në këtë emision zot lejonin
as kushtituej kjo, do më thonë, ajo s'ka diskutim. As zotrit Lushtaku, as Kurtit, me që po është kjo referenca e vetë vendosis. Shefe, atë si është, unë jetaj në një vend që njerëzit janë shumë të kulturum, janë civilizum, janë të butë të gjitha këto, jam rritë këto. Dhe, kur flisni për dhunë, flisni si kur me një farë kompleksi. Dhuna mund ndodhë, dhuna mund të vije edhe prej një njerit më bujar që ekziston. Por nëse e kalon vijën e kuqe tek kësaj njeri dhe ne po flasim për një linçim që ju bëhet në mënyrë sistematike zotit Lushtaku dhe Ramush Haradinaj, nuk është në rregull kjo. Dikur njerit i mushet kupa, nuk mundet ti përballaj Po Elena, kjo është çështja që kupa edhe mund na mushet secilit, po çështja më pas është se si përgjigjemi, se si reagojmë ndaj atij reagimi, ndaj provokimit këtë rast. I murdo shuplaka për qytetarve, u eduku me hani, tashaj nuk i thëtë Sami Serbia ma. Elena, ta dëgjoj edhe në këtë çështje, edhe Artonin. Arton, se ishte për të dy, pyetja. Parimisht, dhuna nuk është e banueshme në asnjë rrethon që ndodh. Por megjithatë, duhet ta kujtojmë që ne jemi njerëz nga njerë jemi të nishëve gjatë dhe natyrisht nuk bëjmë që nuk bëjmë. Dhe mu mendoj që provokimi ishte rënd dhe natyrisht zoti Lushtaku ose ekipa ati nuk kanë mund të dorojnë diçka që s'dorohet dhe të etiketohet një general lufte me identifiku me Serbin e në din veprimtarinë e tij gjatë luftës. Edhe pas luftës të zotit Lushtaku që ka jep kontribut të rëndësishëm edhe për flimin Kosovës, por pastaj edhe për zhvillimin e saj. Por megjithatë është e rëndë, por parimisht ne duhet ta dënojmë si do si gjest, si veprim, nuk është e mirë, por megjithatë ka një herë nuk durohen gjana sepse e kanë tepruar dhe ne çdo ditë edhe ne sot po flasim me ditë që mbas këtij emisioni çdo ditë atakohemi, fyhemi dhe ofendohemi nga militantë televizionit ndonse pavarësisht vetëm se jemi kundër të një qëndrimi ose një veprimit të tyre ne tashmë. Po, prandaj Arton, paramendoj gjithçka prej tyre të përfundonte në këtë rast, domethënë në këtë mënyrë me dhunë. Unë natyrisht dua të besoja që pavarësisht ju analizës që po i bëni nga të dyja anët gjithë kësaj ngjarje, ju nuk e arsyetoni dhunën, asnjëri për jush. Dhe nuk jeni për të parë dhunë. Natyrisht, dhuna është veprimi i fundit që duhet të ndodhte, por megjithatë duke e parë që ne nuk kemi qenë aty dhe nuk e dim situatën saktësisht sa ka ndodhur dhe pastaj edhe kemi Po, natyrisht, i presim po, institucionet ta thonë fjalën e vetë dhe të tregojnë çfarë ka ndodhur. Elena, ajo që duket që është tashmë e rëndësishme dhe ka një vëmendje është se si do cilët PDK në këto zgjedhje karshi edhe kësaj që ndodhi. Realisht çka pret nga PDK dhe cila do duhet të ishte gjuha, veprimet dhe mënyra se si duhet PDK-ja të shkoj në këto zgjedhje. PDK-s po i vinë disa hipoteza si prej qielli, nga një mrekulli dhe prap nuk po dimi kapitalizu, sepse janë inferior, janë me komplekse, dojnë mu do këtë edukum, kukunon, sepse i postuan pastaj fotot se shife Drenicake sa të civilizuar janë, po e pastrojnë vendin. Është me mirë mbojt mendësin neo-jugoslave dhe jugoslave që Drenicakësit janë shpëllar, janë dhe njerë që nuk qiten kry, nuk din me mojt shtet, që ky Sami Lushtaku, prej qeverisë Kurti, ka fituar bonusa granda që ka thirrën ato që qeveria i ndon, për shkak qeverisjes mirë. Që ky Sami Lushtaku, ky Besnik Beslimi është detyruar mja dhon 1 milion e kusur euro për shkak se ky ka fituar në ato tiket që janë kriteret për qeverisje të mirë. Dhe në momentin që PDK-ja mund del me foto se Drenicasët po e pastrojnë vendin, mund thot se ti je mrena kornizës të pikpamje se si shihen Drenicasit, ose si shihet Sami Lushtaku. Sami Lushtaku në dasht me dalë me mbrojt që shka dalë Ganimjet e Musliu, sepse Sami Lushtaku është një njeriu më i linquar prej lëvizjes vetëvendosje. Qërë që bojnë Amir, ta analizoj për 2 minuta. Del Dejona Mehojli, del Ardiona Matoshi dhe e fynë mënyrën më të rëndë, kësë ka reagu, as të njëherë. Dhe vajzat e ti mundon një shumë të kulturume me ndërgjithësu Ardiona Matoshin që nuk është kjo gjuhë e duhur dhe
vetëm pasi që ajo edhe vajzat e tij i fyn ky ka reagu. Dhe tash çka thanë? Qëre që ka thanë, i përdoren zakonet shqiptare, traditat shqiptare me hone thana se kemi pos zanot, paragrave murrej. A kemi pos në zakon që gratë me i fy burrat tjerë? Si do të tash, nëse jeti i civilizuar dhe i njëran ato, e kam thirë ti e frigacak, i ka bo thirje dhe jona Mihali hajde në shesh balafaquemi si duel. Tjetra, ka bo thirje mu koll Maholla Lushtoku, Ardiona Matoshi, që unë mendoj ajo është vepër penale. Dhe kur kë reagon tani, eksakt që ashtu që këta kanë tërku, qysh dhuna, ku kunon, u shashtresen, u traumatizun, që një dit janë të full për këtë pun, Sami Lushtoku, ja ka dho do shuploka në qytetar. Unë e mendoj, nuk jam për dhun, jo pse unë mendoj që ka erë dhuna nuk është e nevojshme. Lufta është dhun, policia është dhun, ushtria është dhun, po mos të keshim ne frik nga dhuna, nuk të keshim polici, nuk të keshim ushtri, por dhuna e disiplinan njeriun. Tash, a e pe me hone, Amir, s'ka i disiplinun ke? Zoti Lushtoku ju referonte. Elena, dhuna në asnjë moment. Dhuna, po edhe ky fjalori, edhe kjo gjua, nga të gjithë realisht. Dikush më pak, dikush më shumë, po do t'ishte mirë të mos shinim, do t'ishte më mirë të dëgjoni më shumë program dhe më shumë ide. Do t'ishte fantastike, Amir, që njerëzve në Kosovë, harën e mërgoten, njerëzve në Kosovë, të ju ofrohet zhvidhje, që e kam ndërmendur me bo për 4 vjetë, cilat janë top prioritetet e mija në qeverisë. Elena, po a mos po e ofrojnë këtë zhvidhje Vjosa dhe Lumiri, do të kalojmë të këta edhe me ty edhe me Artonin. Si po e shek këtë fushatën që shumë herët Vjosa e ka njësur Vjosa Osmani, ky bashkimi dhe a ka një zhvidhje ky bashkim për ty? Për qytetarin. Po, le ta dëgjojmë pak me rand, Artonin edhe kthehemi te Elena. Po, Arton. Pasi më dojtë të tema e Vjosës, desha vish për fond për rastin që e falem, se Elena vish nuk të kemi në ndërhym. Nuk të lën Elena. Nuk të bo thirrje për mbajtje, madje për pajtim mes këtyre dy persona, mes kretarit dhe zëvendës ministrit. Për faktin se ata jetojnë të njëjtin qytet, politikat shkojnë e vinë, pushtetet shkojnë e vinë, megjithatë duhet të ketë pajtim mes të dy palëve dhe të përmbajtje natyrisht që këto të mos përsëritën më, dhe besoj që do duhet të gjinit vullneti që të ndodhë diçka të tillë dhe mos kemi probleme sepse pastaj edhe gjuhë edhe fjalën e nxjerr fjalën pastaj edhe veprimi e nxjerr veprimin dhe i dobishëm do të ishte pajtimi dhe përmbajtja e të dy palëve. Apo ofron zgjidhje Vjosa Osmani dhe Lumir Abdigjiku, si po e shek këtë bashkim dhe këtë fushat dhe këto takime me qytetarët ku në fakt asnjëri, sidomos Osmani, nuk po e kursen Kurtin. Po, në fakt zonja Osmani duket që ka zgjedhur si strategji të fushatës ta godet kryeministrin Kurti për të bëmat e përbashkëta që i kanë bërë gjatë 5 vjeçarit të kaluar, sepse ishin bashkë. Megjithatë nuk e di se si do të rezultojë kjo tek opinioni publik. Unë mendoj që ndryshe do të ishte të thoshte diçka të tillë Hikmeti Avdullahu, e ndryshe tash të thotë Vjosa, sepse kjo mund të reflektojë si par inati ose prezantimi që ka marrë për shkak se ai nuk ka kandiduar për presidentin nga zoti Kurti, dhe kjo duhet mbetet në parë dhe shtatë qershori do të ketë përgjigja më mirë se si është parë ky percepcion, por në percepcionin tim unë mendoj që duke qenë si të kanë qenë bashkë dhe disa të bëma i kanë bashkë dhe kjo si ka bërë publike asnjëherë, madje i ka fshehur në informë dhe nuk i kanë ndarë disa çështje që kanë ndarë me shkel kushtetuta 20 herë nuk ka reaguar asnjë gjë, por janë disa veprime që zonja Osmani i ka bërë bashkë me zotin Kurti dhe tashmë me qenë se nuk u propozu për presidenti ka zgjedhur që ato ti shpajtos para qytetarëve dhe si sulm ndaj zotit Kurti. Ndërsa zoti Kurti e ka një tjetër strategji, ai nuk përsulmon zonjën Osmani, por nuk përsulmon ai vetë, por përsulmojnë varësit e tij. A do të vini moment që në fushat do ta bëj këtë Kurti, a mendoni apo do të vazhdoj strategjia e tij deri në fund? Nuk e besoj. Nuk e besoni. Ai do të ketë në fjalimin e tij para masës, do të jetë kunja indirekt, por asnjëherë direkt zotja përmendam me zonjën Osmani, sepse kjo strategjia tash nuk e kuptoj që
mozaikun të cilin e ka zgjedhur për me bo, ndërsa si Mefti, Ardiana, Dimaj, Dikta, do të vazhdojnë ta sulmojnë zonjën Osmanin, ndërsa e kundërta ndodh me zonjën Osmanin, e cila ka vendosur të merret drejt për drejt me zotin Kuti për ta treguar edhe rëndësinë e saj, ndërsa veprimet e zotit Kuti e dëshmojnë të kundërta sa pa e rëndësishme është kjo zonja Osmani. Prandaj kjo merret me këtë, ndërsa zoti Kuti nuk merret me zonjën Osmani. Elena, si po duket Vjosa Osmani, a ka një gjë që të ka pëlqyer në këto ditë fushate, në këto takime, ndonjë deklaratë që është thënë, apo je pothuajse në të njëjtin linjë edhe ti me Artonin? Nuk e di se s'po e ndëgjoja Artonin po ndoshta sigurisht pajtoj me diçka çka ka thënë. Por çka mund të them është këtu çka shihet qartë është që investime në marketing dhe fushat ka shumë LVV dhe LDK. Çka Vjosa po flet në mënyrë klisheje, është një farë retorike e lodh primitive, por mua është fyse. Dhe për mua shka është shqetësuese. Unë do të isha e para që e votoj Vjosa Osmanin, që në momentin që këta kanë qu notë verbale dhe kanë thënë se kjo nuk e përfaqëson Kosovën, kjo është dashur të dalë tek qytetarët dhe të tregoj se si po e sabotojnë këta në marrëdhënie ndërkombëtare, se nëse e kanë sabotu këto, e kanë sabotu Kosovën. Gjë që unë nuk dyshoj që ata nuk e kanë bërë këtë. Por Vjosa është dashur, e ka pos përshkrim detyre me dalë dhe ti tregoj me kohë popullit dhe dha dërheqje. Unë do të isha e bindun që kjo do të fitonte kundra Kurtit në atë moment që kjo ka ndodhur. Dhe tash por të jo tani thua. 5 vite. Tani thua jo. Okay. Tash unë nuk e shashtu, por prap nuk po du të jem negative, sepse unë mendoj që ky pushtet duhet me u largu nga qeverisja. Ky pushtet, Albin Kurti duhet mu largu nga këto privilegje dhe këtë mënyrë se qyshe ka pru shtetin në këtë, si tam një farë moçali, ku kërkush do me thot tash, imagjino, kulmi i arritjes për një non në Kosovë është si mu june me marrë shtesa. So shtesa, do me thonë, nuk ju ofron mundësi gruas në Kosovë, që ti edhe ti je fuqi punëtore, edhe ti ki aftësi, ky është ex-programi që mund në ty me inkuadru në punësim. Por i thata diçka, piti dhone që ka shtesa për fëmi, edhe nëse donë prap me bë fëmi, mjetë e ke për pushimin të lindjes, lehonat, dhe në këtë formë ti po e pasivizon dhe po e bën gruan si në vitet e 50-ta që është dukur, që është mjafton të jetë në shtëpi, ti merr ato shtesat të fëmijëve dhe kur asnjëherë mos e tregoj potencialin e vet në tregun e punës. Kjo për shembull, Vjosa Osmanin e kanë sabotu, Vjosa Osmani e kish ditë sakt që Albin Kurti është njeriu kryesor që këto linçime organizohen dhe ti e ke ditë si presidente dhe ke hesht, për ata mua kjo me tingëllon shumë hipokrite, për ata mua me tingëllon kjo që është një njeri oportunist, ndonë se kjo me ndonë, ndoshta kjo e ko atë kartën më të mirë për me ndërtu marrëdhënie ndërkombëtare tona me aleatët tonë, ndonë se, por këtë e bën hipokrite, e bën politikane superfaqësore, e bën politikane që nuk kur është e mira e shtetit, kjo hesht. Kjo ka hesht kur janë linçu njerëzit. Kjo ka hesht kur është sabotu puna e kësaj dhe i kanë dërgu notë verbale, kanë thënë se kjo nuk e përfaqëson shtetin e Kosovës. Dhe kjo ka hesht edhe atëherë kur kushtetuta është shkelur. Kjo nuk e ka emëru krye prokurorin e shtetit. Domethënë kjo ka bën një dëm jashtëzakonshëm në marrëdhënie të brendshme të shtetit, duke hesht, sepse mënyrën se qysh po analizojë ne, kjo ka mendu që duke hesht dhe duke mos ish si për forcë dhe bë obligimin e detyrës saj, kjo do të rrisë zgjedhjet dhe se tani në mandatin e fundit, kjo do t'i korrigjoj këto gjëra. Mund të jetë kjo strategjia saj, por është vonë, sepse çfarë ka ndodhur tash? Shoqëria kur asnjëherë s'ka qenë më e polarizuar siç është tash. Kemi ardhur deri në një pikë ku pushteti përdor
instrumentalizon njësin elitare, sepse një përleshje ndodhi në X vend. Një përleshje ne e kemi pasur në kryeqytet para kamerave, Armen Zemaj që i mshon boks një ex personit. A e dërgoj njësin speciale pushteti për Armen Zemen? Jo. Do më thonë, këtu shihet se si çfar abuzimi ka me bë këtë tashetutje nëse do të vazhdon të qeverisë. Dhe vjosa ka hesht. Po, do të kemi edhe raste tjera që të flasim edhe për fushatat e partive të tjera, sepse Elena tha më herët që PSD po bën një fushat fantastike dhe realisht e ka thënë edhe në rrjetet sociale. Do të kemi një moment tjetër. Faleminderit shumë për sot. Ç'do të them? Faleminderit. Faleminderit.